Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënoi të njëjtën se do t'i ndërpres kontratat qeveritare me kompanitë e Elon Musk, ndërsa njeriu më i pasur në botë sugjeroi që presidenti i SBA-s duhet të shkarkohet nga detyra, duke shënuar kështu një fund të zymt të një aleance të papritur dhe duke i lënë shikuesit të pyesin veten se çfarë do të ndodhë më pas, shkruan agjencia e lajmeve Reuters. Armiqësitë mes ish aleatëve u intensifikuan kur presidenti kritikoi shefin ekzekutiv të Teslës, Muskun, në zyrën ovale dhe 2 javë më pas hodhën fjalë të ashpra ndaj njëri tjetrit në platformat e tyre të mediave sociale, Truth Social i Donald Trump dhe X i Elon Musk. Mënyra më e lehtë për të kursyer para në buxhetin ton, miliarda e miliarda dollar, është të ndërpresim subvencionet dhe kontratat qeveritare me Elon Musk, shkroi Trump. Aksionet e Teslës u mbyllën me një rënje prej mbi 14% të njëjtën, duke humbur rreth 150 miliard dollar në vlerën e tregut dhe duke shënuar kështu rënjen më të madhe ditore të vlerës në historinë e saj. Menjëherë pas kësaj, Musk u përgjigj po në një postim në rrjetin social X, ku thuaj se Trump duhet të shkarkohet. Problemet midis të dyve filluan të zjenin ditë më parë, kur Musk denoncoi projektligjin gjithëpërfshirës të Donald Trump për uljen e taksave dhe shpenzimet, projektligji i cili përfshin lehtësime tatimore prej disa trilion dollarësh dhe rritje të shpenzimeve të mbrojtjes, ndërsa i lejon qeverisë amerikane të marrë hua më shumë para, u miratua nga dhoma e përfaqësuesve në maj. Presidenti fillimisht hezitoi të shprehej teksa Musk bëri fushat për të rrëzuar projektligjin, duke thënë se do t'i shtonte borxhit të vendit një shumë prej 36.2 trilion dollarësh. Trump theu heshtjen të njëjtën duke u thënë gazetarëve se ishte shumë i zhgënjur nga Musk. Unë dhe Elon Musk kishim një marrëdhënie të shkëlqyer. Nuk e di nëse do ta kemi më, tha Trump. Teksa Trump fliste, Musk u përgjigj në kohë reale në rrjetin social X. Pa mua, Trump do të kishte humbur zgjedhjet, shkroi Musk, i cili shpenzoi gati 300 milion dollar duke mbështetur Trumpin dhe republikanët e tjerë në zgjedhjet e vitit të kaluar. Në një postim tjetër, Musk pohoi se tarifat e nënshkruara të Trumpit do të shtynin SBA në një recension më vonë këtë vit. Bizneset e Muskut përfshin gjithashtu kompaninë e raketave dhe kontraktorin qeveritar SpaceX dhe njësinë e saj satelitore Starlink. Musk, biznesi hapësinor i të cilit luan një rol kritik në programin hapësinor të qeverisë amerikane, tha se si rezultat i kërcënimeve të Trumpit, ai do të fillonte çmontimin e anijes kozmike Dragon të SpaceX. Dragon është e vetmja anije kozmike amerikane aftë të dërgojë astronautë në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Të njëjtën vonë Musk e tërhoqi kërcënimin dhe në një shenjë të një uljeje të mundshme të tensioneve, Elon Musk më pas shkroi: "Nuk gabon", në përgjigje të investitorit miliarder Bill Ackman, i cili tha se Trump dhe Musk duhet të bëjnë paqe.